Suraka ibn Maliku. Si do të duket, o Suraka, kur ti veshësh dy rrathat e arta të Kisrës, Muhamedi a.s. Një mëngjes kur Qurayshitët të lëvizën të friksuar dhe të tmerruar. Në vend të bimet e tyre u përhap lajmi se Muhamedi a.s. ishte larguar nga Meka fshehurazi në errësirë të natës. Megjithatë, krerët Qurayshit nuk e besuan lajmin. U futën në çdo shtëpi të fisit Banu Hashim për të kërkuar pejgamberin a.s. E kërkonin dhe pyetnin për të në çdo shtëpi të shokëve të tij, derisa erdhën në shtëpitë e Ebu Bekrit. Atyre ju doli përpara e bija e Ebu Bekrit, Esma. Ebu Xehli e pyeti atë: "Ku është babai yt, o vajzë?" Ajo ju përgjigj: "Nuk e di ku është ai tani." Ebu Xehli ngriti dorën dhe i ra asaj në faqe, saqë ja hodhi për tokë vathin e saj. Krerët e krisur Qurayshit u çmendën kur u bindën se vërtet Muhamedi a.s. e ka lëshuar Mekën. Ata mobilizuan çdo gjurmues që ishte i aftë t'i njohë dhe ndjek gjurmët për ta përcaktuar rrugën të cilën e ka ndjekur Muhamedi a.s. Të gjithë shkuan së bashku për ta kërkuar atë. Pasi arritën te shpella Thebër, gjurmuesit u thanë Qurayshitëve: "Për Zotin, shoku juaj," aludojnë për Muhamedin a.s. "nuk e ka kaluar këtë shpellë." Ata nuk gabuan kur u thanë këtë Qurayshitëve, sepse Muhamedi a.s. dhe shoku i tij Ebu Bekri ishin brenda në shpellë, kurse Qurayshitët qëndronin mbi kokat e tyre mbi shpellë. Ebu Bekr es-Sidiku, kur shikoi këmbët e njerëzve që lëviznin mbi shpellë, filluan t'i rrjedhin lotët. I dërguari i Zotit i hodhi një shikim të dashur, por njëkohësisht paksa qortues. Es-Sidiku dënesi dhe tha: "Për Zotin, nuk qaj për veten time, por nga frika se nuk dëshiroj të të shoh në hall, o pejgamberi i Zotit." I dërguari i Zotit, duke qetësuar atë, i tha: "Mos u brëngos, o Ebu Bekr, sepse vërtet Allahu është me ne." Atëherë Zoti qetësoi zemrën e Ebu Bekrit, i cili zuri t'i shikoi këmbët e njerëzve dhe tha: "O i dërguari i Zotit, po të shikonte njëri prej tyre në vendin ku qëndron më këmbë ti, gjithsesi do të na shikte edhe ne." Në këtë, i dërguari e ktheu: "Ç'mendon ti, o Ebu Bekr, kur themi se aty ku janë dy veta, edhe Allahu është me ta?" Këtu ata të dy dëgjuan një të ri nga Qurayshitët, i cili u thoshte njerëzve: "Ejani në shpellë dhe të shikojmë në të." Umeje ibn Halef i tha atij me ironi: "A nuk e sheh këtë merimang që e ka bërë rrjetën e vet mu në derë të saj? Për Zotin, ajo është më e vjetër se vetë lindja e Muhamedit." Megjithatë, Ebu Xehli tha: "Për Latin dhe Uzan, megjithatë më merr mendja se ai është afër nesh. Dëgjon çka themi dhe shikon çka bëjmë, por magjia e tij na i ka verbuar syt e nuk shohim." Megjithatë, Qurayshitët nuk hoqën dorë nga çështja e gjurmimit të Muhamedit a.s. e as që u sprapsën nga synimi i tyre për ta ndjekur. Ndërviset e shtrira përgjatë rrugës ndërmjet Mekës dhe Medinës shpallën lajmin: ai që u sjell të gjallë apo të vdekur Muhamedin a.s. do të fitojë 100 deve të rancës më të mirë. Suraka ishte në njërin nga vend tubimet e njerëzve të tij në Kudejd, afër Mekës. Erdhi një dërguar nga Qurayshitët dhe hyri brenda. Ai e dha lajmin sensacional për shpërblimin e madh, të cilin e premtuan Qurayshitët për atë që u sjell Muhamedin a.s. të gjallë apo të vdekur. Suraka, posa dëgjoi lajmin për shpërblimin prej 100 devesh, shfaqi interesim dhe i hyri lakmia. Por ai u përmbajt dhe nuk e tha asnjë fjalë të vetme, me qëllim që të mos lakmonin të tjerët. Para se të ngrihej Suraka nga tubimi, aty hyri njëri prej njerëzve të tij dhe tha: "Për Zotin,
Tani pran meje kaluan 3 njerëz dhe unë mendoj se ata janë Muhamedi a.s., Ebu Bekri dhe udhërfyesi i tyre. Por Suraka ju tha atyre: jo, ata nuk janë personat që kërkojmë, por janë bijtë e filanit të shkojnë për të kërkuar një deve të tyre të humbur. Njeriu tha: ndoshta janë ata, dhe heshti. Pastaj Suraka qëndroi edhe pak kohë, por të mos ja tërhequr vëmendjen ndonjërit prej të pranishmëve me ngritjen e tij nga vendtubimi. Pasi njerëzit filluan një bisedë tjetër, ai u tërhoq qetës dhe pa u vrejtur prej tyre. Shkoi me nxitim në shtëpinë e vet, e urdhëroi shërbëtoren që t'ia nxjerrë kalin jashtë dhe që ta lidh në mes të luginës pa u vrejtur nga njerëzit. Ai urdhëroi shërbëtorin e vet që t'ia përgatitë armët, t'ia nxjerrë atë nga ana e prapme e shtëpisë, që të mos e shoh askush dhe ta vendos në një vend afër kalit. Suraka ka qenë njeri prej kalorzve të rrallë të fisit tij, shtatgjatë, vigan, gjurmues i mirë dhe shumë i durueshëm në përballimin e mundimeve dhe vështirësive të rrugës. Suraka veshi këmishën e tij të hekurt, ngjeshi armën, kërceu mbi shalë të kalit dhe filloi të ngutet për udhtim që të arrijë Muhamedin a.s. para se ta kap ndonjëri para tij dhe që të triumfojë ta marrë shpërblimin e madh kureshitëve. Përveç tërë kësaj, ai ishte shumë i shkatët, i mençur dhe i ndjeshëm, kurse kali i tij ishte prej kuajve të racës më fisnike. Derisa Suraka po nxitonte duke kaluar vendet me shpejtësi, kali i tij papritmas zurin thua. Ai ra nga shala, u bë pesimist dhe pyeti: ç'është kjo? U bëfsh cope grim u kal, dhe përsëri hypi mbi shpinën e tij, por nuk shkoi larg dhe kali i tij prap zurin thua. Atëherë ju shtua pesimizmi dhe vendosi të kthehej. Megjithatë, nuk u tërhoq nga vendimi për shkak të lakmisë së tij për 100 deve të premtuar. Suraka nuk u largua shumë nga vendi ku kali zurin thua, kur pa Muhamedin a.s. me 2 shokët e tij. E shtriu dorën te harku i tij, por ajo ju shmang në vend. Kjo i ndodhi për shkak se ai pa këmbët e kalit të tij duke sharruar në tokë, kurse tymi ngrihej para tij dhe u ambyllte sytë që të dyve. E shtyu kalin, por ai tashmë kishte sharruar në tokë sikur të ishte i gozhduar me gozhda hekuri. U drejtua nga pejgamberi a.s. dhe shoku i tij Ebu Bekri dhe tha me zemër të shterur: o ju të dy, luteni për mua Zotin tuaj që t'i liroj këmbët e kalit tim, e unë do të tërhiqem nga ndjekja juaj. Pejgamberi a.s. u lut për të, nuk vonoi dhe ndjenjat lakmitare të tij përsëri u trandën. E shtyu kalin përpara drejt atyre të dyve, por këtë herë këmbët e kalit u fundosën në tokë më tepër se herën e parë. Kërkoi ndihmë për atyre të dyve, Muhamedit a.s. dhe Ebu Bekrit, duke thënë: ja, merreni ushqimin tim, pajisjen dhe armën time, u a jap besë në Zotit se do t'i kthej mbrapa të gjithë njerëzit që janë mbas meje. Ata i thanë: nuk kemi nevojë për ushqimin dhe pajisjen tënde, por kthej njerëzit mbrapa. Pastaj pejgamberi u lut për të dhe u liruan këmbët e kalit të Surakës. Mbasi vendosi për t'u kthyer, i thiri që të dy dhe u tha: ndaluni pak t'u them se për Zotin nuk do t'ju vijë asgjë e keqe nga unë. Pejgamberi dhe Ebu Bekri i thanë: ç'kërkon prej nesh? Suraka tha: për Zotin, o Muhammed, unë vërtet e di se do të triumfoj feja jote dhe do të lartësohet çështja jote. Atëherë të lutem, më premto se kur të vij në shtetin tënd, do të më nderosh dhe më shkruaj një shkresë për këtë. Pejgamberi e urdhëroi Ebu Bekrin. Ai i shkroi mbi një kockë e ja shpuri atij. Me që Suraka vendosi për të kthyer, pejgamberi a.s. i tha: si do të duket ty, o Suraka, kur t'i veshësh 2 rathët nga ai ari i Kisrës? Suraka i habitur tha:
të Kisrës, birit të Hurmuzit, mbretit persian? Pejgamberi i tha, po, të Kisrës, birit Hurmuzit. Suraka u kthye mbrapa dhe i gjeti njerëzit të cilët kishin filluar për të kërkuar të dërguarin e Allahut dhe u tha, kthehuni, se e shikova tokën në të gjitha anët, duke e kërkuar atë pëllëm për pëllëm, por nuk e gjeta. Juve nuk ju është e panjohur aftësia e të pamurit tim, si dhe njohurit e mia mbi gjurmët. Atëherë ata u kthyen. Ai nuk i tregoi askujt se çka i kishte ndodhur me pejgamberin alayhis salam dhe shokun e tij Ebu Bekrin, gjerse u bind se ata kanë arritur në Medinë dhe janë të sigurt nga ana e armiqve të tyre. Atëherë dha lajmin dhe tregoi për ngjarjen. Mbasi dëgjoi Ebu Xehli për rastin e Surakës me pejgamberin alayhis salam dhe qëndrimin ndaj tij, e qortoi atë për kinjse poshtërsinë, paftësinë dhe frikën e tij që e ka lëshuar rastin. Suraka, duke u përgjigjur në qortimin e tij, tha, o Ebu Hakem, Ebu Xehl, para Allahun, sikur ti ishe dëshmitar për çështjen e kalit tim kur këmbët e tij i sharruan në tokë, do ta dije dhe nuk do të dyshoje se vërtet Muhamedi është i dërguari me argumente, e cili do të ishte ai që do t'i bënte ballë. Ditët kalone, kurse Muhamedi alayhis salam, i cili doli nga Meka i ndjekur, i përzan dhe i mbrojtur nga teri natës, tani kthehet në të si një zotëri çlirimtar. Por rreth tij vringullojnë mira shpatat bardha dhe shtizët zeza. Ndërkaq kur e shitët në anën tjetër që ishin mendje mdhenj, kokfort dhe shkaktonin gatresa në vend, tani e prisnin atë, pejgamberin, të friksuar dhe të hutuar. Kërkojnë nga ai duke thënë, a thua, ç'do të bësh me ne? E ai ju përgjigj me urtësinë dhe mëshirën e pejgamberëve. Shkoni, jeni të lirë. Me atë rast, Suraka ibn Maliku përgatiti deven e tij dhe shkoi te pejgamberi i Zotit, që të shpallë se hyn në Islam në praninë të tij, kurse me vete kishte shkresën të cilën ja kishte dhënë atij pejgamberi para 10 vjetësh. Suraka ka thënë, kur arrita tek i dërguari alayhis salam në El Gjirane, ju afrova një grupi të shokëve të tij nga ansarët. El Gjirane është një vend ndërmjet Mekës dhe Taifit, por më afër Mekës. Ata filluan të më preknin me pjesën e mrapme të heshtave duke thënë, Largo, çfarë dëshiron? Unë megjithatë vazhdoja duke qarë radhë të tyre gjersa arrita pranë të dërguarit të Zotit. Ai kishte hypur mbi deven e tij, e unë ngrita dorën në të cilën kisha shkresën dhe thash, o Resulullah, o i dërguari i Zotit, unë jam Suraka ibn Maliku, kurse kjo është shkresa juaj për mua. Pejgamberi alayhis salam atëherë tha, afro pranë meje, o Suraka, afro. Kjo është dita e përmbushjes së zotimit, sinqeritetit, besnikërisë dhe mirësisë. Arrita tek ai dhe pranova Islamin para tij. E arrita hajrin dhe mirësinë e tij. Vetëm disa muaj më vonë pas këtij takimi të Surakës me pejgamberin alayhis salam, me dëshirën e Allahut, Muhamedi alayhis salam kaloi në fëqinjësi të tij, ndroi jetë. Suraka u pikëllua shumë për pejgamberin alayhis salam. Zorit i kujtoi ajo ditë kur kishte vendosur ta vrasë për 100 deve. Si mund të bëhet ajo vepër e ndyrë, mendoi ai, kurse sot të gjitha devet e botës nuk vlejnë tek ai as sa të zit e thonjve të pejgamberit alayhis salam. Filloi ta përsëris fjalinë të cilën ja kishte thënë atij pejgamberi alayhis salam. Si do të duket ty, o Suraka, kur do t'i veshësh 2 rrathet nga ari i Kisrës, duke mos patur dyshim fare në atë, sepse ai gjithsesi do t'i vesh atë,
dyratarit Kisrës, mbretit persian. Edhe më pastaj ditët kalonin sikurse herëve të tjera, ndërsa pushtetin e mori El Faruku, Omeri. Gjatë kohës së sundimit të tij, ushtria muslimane u vërsul mbi perandorinë persiane, ashtu siç fryn dhe vërsulet fortuna. Ai filloi t'i thyej fortifikatat, kurse ushtrit persiane filluan të pësojnë disfat pas disfate. Të lkundën fronet, t'i humbasin pasurit gjersa Allahu u ahoqi nga dora perandorinë persianëve. Një ditë, gjatë kohës së fundit të sundimit të Omerit, në Medinë arritën të dërguarit e Sad ibn Ebi Waqasit dhe uronin halifin e muslimanëve përfitore. Ata mbartnin një të pestën e plaçkës së luftës për ta derdhur në arkën shtetërore të muslimanëve. Mbasi u nxorën pasuritë përpara Omerit, ai I shikoi me habi. Në to ishte edhe kurora mbretërore e Kisrës, e stolisur me ar dhe margaritar, kurse rrobat e tij të thurura me penj prej ari. Ndërsa kraharorja, shiriti I tij I thurur dhe I stolisur me xhevahir, gur të çmuar, 2 hallkat rrahtat të tij, të cilat çfarë nuk I ka parë kur syri I njeriut, si dhe shumë gjëra të tjera të pakufishme prej gjërave më të vlefshme. Omeri filloi të arrotulloi këtë thesar të çmueshëm me një shkop. Pastaj shikoi të pranishmit rreth tij dhe tha: "E vërtet, njerëzit të cilët e bën këtë janë besnik." Ali ibn Ebi Talibi, I cili ishte prezent në ato çaste, I tha: "Në të vërtetë, ti o prijës I besimtarve, je përmbajtur dhe ruajtur nga harami, atëherë janë ruajtur edhe qytetarët tuaj, por sikur mos t'ishe përmbajtur e t'kishe ngrënë haramin, gjithsesi edhe ata nuk do të përmbashin." Këtu El Faruku thiri Surakën. Ja veshi atij këmishën e Kisrës, pantallonat e tij, rrobat e tij dhe kpucët e tij. Pastaj ja vari shpatën në qafë, kurse rripin ja vendosi në bel. Mbi kokë ja vendosi kurorën mbretërore. Në duar I vendosi 2 rraftat prej ari. O, sa të bukur ishin ato rrafë. Në ato çaste muslimanët brohoritën me zot lart: "Allahu Ekber, Zoti është më I madhi, Zoti është më I madhi, Zoti është më I madhi." Pastaj Omeri u kthye nga Suraka dhe I tha: Një beduin I vogël nga Benu me të lexhet, dhe mbi kokën e tij është kurora e Kisrës, kurse në duart e tij janë rraftat e tij. Mandej ngriti kokën drejt qiellit dhe tha: "O Zoti im, vërtet ti nuk I adhurove këtë pasuri të dërguarit tënd, kurse ai ka qenë më I dashurit e tij dhe është më I nderuar se sa unë. Atë nuk I adhurove ti as Ebu Bekrit, kurse ai ka qenë më I dashur dhe më I nderuar te ti se sa unë gjithashtu. Atë më solle dhe më adhurove mua. O Zot, kërkoj dhe të lutem që të mos më adhurosh atë pasuri mua, por të më ndëshkosh." Më në fund, Omeri nuk u ngrit nga vendi gjersa u andau atë pasuri muslimanëve.